Këtë të shtunë, 81.572 socialist u ftuan në të gjithë vendin për të vendosur me votë nëse do ketë zgjedhje ose jo për kryetarin e partisë. Protagonisti në fletën e votimit, kryesocialisti Edi Rama votoi në zonën e tij elektorale në Dajt, nga ku e cilësoi këtë ditë si historike për pluralizmin demokratik. Është një moment shumë i rëndësishëm, se hera e parë në histori të re të pluralizmit që një parti i drejtohet instrumentit të referendumit dhe u jep mundësi të gjithë pjesëtarëve për të qenë pjesë e një vendimmarrje me rëndësi. Për qytetarin e parë të Tiranës, Edi Rama është i vetmi person që mund të çojë përpara reformat. Gjithë socialistët kanë dalë nga shtëpia për të konfirmuar mandatin e Edi Ramës kryet Partisë Socialiste dhe besoj që me Edi Ramën kryet Partisë Socialiste do të kemi një fitore tjetër që do të përkthehet vitin tjetër jo vetëm në numrat e duhur për të qeverisur në një koalicion të fortë, po dhe në më shumë reforma. Por çfarë mendojnë disa prej figurave të njohura të Partisë Socialiste për këtë referendum? E thënë në thelb, në gjuhën e ligjit, siç më pëlqen mua, ky është një proces referendumi për normën kushtetuese të partisë. Mendoj që është një referendum për ato që ne kemi diskutuar brenda radhave tona. Dhe derisa po flasim për moralin e brendshëm të Partisë Socialiste, pa diskutim kjo ka të bëjë edhe me moralin e qeverisjes. Mos harroni kur përballë kemi një parti që është në bunkerin e një individi. Kështu që janë dy modele tërësisht ndryshme. Këtu vendosin antarët, atje vendosin dhe njeri. Është një ushtrim i madh demokraci, por ne na shërben edhe për arsyet tona organizative për të parë gatishmërinë, mënyrën se si lidhen njerëzit, si funksionon, sepse është një ushtrim njësoj sikur të ishte në ditën e zgjedhjeve dhe është një moment ku antarësia shprehet me vullnetin e tyre dhe bëhet vendimarrëse për nivelet drejtuese më të larta të Partisë Socialiste. Thirrjet e disa kolegëve për të bojkotuar referendumin e kësaj të shtune, socialistët i shohin si efekt bumerang ndaj tyre dhe me ndikim pozitiv në numrin e pjesëmarrësve. Majko, deri di është bërë një antifushat për të mos votuar në referendum nga disa kolegë tuaj socialistë për të mos marrë pjesë duke quajtur atë një farë. Si është reflektuar kjo thirrje që kanë bërë disa kolegë tuaj për të mos marrë pjesë? Mund të thuhet që ka dhe pjesëmarrje më të mirë se sa kur ne zgjodhëm delegat. Pra nuk ka rezultuar në një histori bojkoti apo diçka e natyre tjetër. Kjo bën efektin e kundërt. Ndikon më shumë pozitivisht në të paktën në njësinë tonë, në kontaktet që kemi patur, do ndikoj pozitivisht në shkallën e pjesëmarrjes. Mbetet për të parë, por ende rezultati nuk është mbyllur, sepse këtu po bëhet një votim i rregullt. Për mendimin tim është një qëndrim jo i drejtë, sepse në një farë mënyrë është një kundërshtim i drejt për drejt i vendimeve që ka marrë Kongresi. E vetmja mënyrë për të përgjigjur kritikave është puna. Referendumi këtij 9 prilli nuk do të jetë i vetmi. Kjo është e para, por nuk është e fundit herë që ne do të përdorim edhe referendumin. Socialistët kanë votuar në 383 njësi administrative në të gjithë vendin.